kishte bërë 2 vrasje dhe 1 plagosje, po as një ditë burg. Në 1994 kishte vrarë dikë në Berat, po u arratis në Greqi që mos vuante dënimin. Më pas vrau dikë në Greqi dhe erdhi në Shqipëri që mos vuante dënimin. Nuk vuajtin asnjë nga 2 shtetet. Më pas plagosi një tjetër person në Roshnik dhe prap nuk bëri burg. Kjo ishte CV-ja e vrasit në Kalan e Beratit që u bë publike sot në media duke pasur burimet policore. Personi 63 vjeç vrau një baba 42 vjeç në sy të vajzës dhe djalit të mitur, në sy të gruas dhe të nënës tij për një mosmarrveshje që lidhej me Kalin, sepse burri donte t'i bënte një fotografi vajzës vogël 9 vjeçare te Kali. E vrau me thik në mosmarrveshje në sherr e sipër. Imagjino se çfarë ndodh. Ky person, për cilin vazhdimisht ka pasur denoncime, vazhdonte prej 5 vitesh të shërbente turistëve, fëmijëve e tjerëve, ndërkohë që kishte mbi supe 2 vrasje, 1 plagosje dhe as një ditë burg. Tani pyetja ime është kush ka përgjegjësi për të gjitha këto? Sepse kjo nuk është më normale. 2 vrasje, 1 plagosje, as një ditë burg, tani dhe vrasja e tretë në mes të Kalas, një baba në sy të vajzës, djalit, gruas dhe nënës tij.